Sot, opinioni publik dhe rrjetet sociale janë ndezur nga një aludim që po qarkullon me shpejtësi. Thuhet se Monika Kryemadhi mund të shfaqet këtë mbrëmje si opinioniste në Big Brother VIP Albania. Edhe pse lajmi nuk është konfirmuar zyrtarisht, vetëm ideja e një pranie të tillë ka mjaftuar për të shkaktuar debat, kurreshtje dhe reagime të forta në publik. Gjithçka nisi nga disa sinjale të tërthorta, komente të paqarta dhe interpretime të ndjekësve në rrjete sociale, të cilët janë gjithmonë vigjilent ndaj çdo detaji që lidhet me Big Brother VIP. Fansat kanë nisur të lidhin copa informacioni, duke krijuar skenar të ndryshëm për mbrëmjen e sotme, çka e ka bërë pritjen edhe më intensive. Nëse kjo prani do të bëhej realitet, shumë kush mendon se Monika Kryemadhi do të sillte një frym krejt ndryshe në panelin e opinionistëve. E njohur për stilin e saj të drejt për drejt, deklaratat e forta dhe mungesën e filtrit, ajo do të mund të kthente analizat e lojës në diskutime më të ashpra, ndoshta edhe më polemike se zakonisht. Nga ana tjetër, një pjesë e publikut shprehet skeptike, duke menduar se përfshirja e një figure politike në një reality show argëtues mund të krijojë polemika të panevojshme. Sipas tyre, Big Brother VIP duhet të mbetet një format zbavitës, ku fokusi kryesor është loja, marrëdhëniet mes banorëve dhe dinamika e brendshme e shtëpisë. Megjithatë, historia e këtij spektakli ka treguar se surprizat janë pjesë thelbësore e formatit. Produksioni shpesh ka zgjedhur të thyej pritshmëritë dhe të sjellë figura të papritura, duke rritur audiencën dhe diskutimin publik. Pikërisht për këtë arsye, shumë ndjekës besojnë se edhe këtë herë mund të kemi një lëvizje surprizë. Deri në këto momente, mungon çdo reagim zyrtar nga produksioni e Big Brother VIP Albania. Heshtja nga ana e tyre po interpretohet në mënyra të ndryshme. Disa e shohin si strategji për të mbajtur publikun në tension, ndërsa të tjerë mendojnë se bëhet fjalë thjesht për spekulime pa bazë konkrete. Në rrjetet sociale, komentet janë të shumta dhe të ndara. Disa shprehen të entuziazmuar dhe presin me padurim fillimin e spektaklit, ndërsa të tjerë janë më të rezervuar, duke kërkuar që çdo gjë të konfirmohet vetëm në ekran. Hashtagët për Big Brother VIP Albania dhe emrin e Monika Kryemadhit vijojnë të jenë ndër më të përdorurit e ditës. Derisa të hapet spektakli dhe të zbulohet e vërteta, gjithçka mbetet në kuadrin e aludimeve. E sigurt është vetëm një gjë. Kjo mbrëmje ka arritur të krijojë zhurmë të madhe mediatike dhe pritshmëri të larta, duke dëshmuar edhe një herë se Big Brother VIP Albania di si të mbajë publikun të mbërthyer pas ekranit.